Është koha për të ndërtuar një proces që fillon nga vota 25 qershorit për të luftuar së bashku një sëmundje të rëndë dhe të rënduar në vite për shkak të partive të vogla që shfaqen si forca për lullëzimin e demokracisë dhe në fakt janë forca që e kalbëzojnë sistemin duke këpurdhëzuar të gjithë, le të themi, bachën e shtetit. Ajo që është sot strategjia jonë është që të kërkojmë nga njerëzit jo më shumë pushtet për vete, por për më shumë pushtet për të bërë shumë më shumë për të tjerët. Tani po ju pyes nga 1 deri në 10. Sa jeni sigur që do qeverisni palës e? Unë nuk ju jam përgjigjur 10, ju më thatë nga 1 deri në 10, unë nuk kam ngritur duar dhe nuk kam thënë a është 1 është 10 e para punës. E dyta punës edhe përsëris. Pra po përgënjeshtroni veten, po thoni kjo kur vini duar 10 nuk është 10. Nuk e përgënjeshtroj veten, qënë si ka. Unë kam qënë deri në fund për koalicionin. LSI-ja ka qënë deri në fund e ngurt në raport me këtë nevojë. Pastaj ka krijuar një formulë që ishte gjysma e parë për koalicionin, gjysma e dytë për Çadrën. Ilir Meta ju quajti ju dhe zotin Basha, Tomi dhe Xherri. Nuk e di sa është një shprehje që i shkon një presidenti i zgjedhur, por unë e mirë kuptoj dhe s'kam asnjë problem me këtë. Unë jam njeri që nuk mendoj që kur i bëj unë batutat janë të bukura, kur i bëjnë tjerët janë të pa pranueshme.